Kryeministri Edi Rama ka prezantuar këtë të diel kandidatin e majtë për Divjakën Fredi Kokoneshi. Ai u bëri thirrje e banorëve që në 21 qershor votën e tyre të mos e çojnë dëm për ta përdorur si një investim për të ardhmen e tyre dhe vendin ku ata jetojnë. Po të kishit votuar 23 qershor, jo për Aleancën për Shqipërinë Europiane, po për beslidhjen e Shqupit, sot do ishim duke diskutuar gjëra të tjera. Pra vota garanci. Dhe është për familjen. Ndërkohë që Shqupi bën fushat për çështje që nuk kanë lidhje fare me to zgjedhje. Rama deklaroi se qeveria ka bërë shumë punë për 18 muaj, por ende ka shumë për të bërë. Skema e re për bujqësinë, tha Rama, do të rrisë punësimin dhe të ardhurat e fshatit. Është skema e re e politikës sonë tre për bujqësinë që e kemi aplikuar në vitin e parë dhe nga e cila kanë përfituar mbi 60 sipërmarrje që sot po japin mbrapsht rezultate vërtet mbreslënse. Por ne jemi të vetëdijshëm që sidoqoftë për ambicien që kemi dhe për shpejtësinë me të cilën duam të ecim, këto nuk janë mjaft, janë shumë pak. Do të shpallim një program të ri duke krijuar një mundësi prej rreth $100 milion në vit që do t'jetë në dispozicion të gjithë atyre sipërmarrjeve fermere që krijojnë zinxhir vlere dhe që krijojnë zinxhir në rritjen e punësimit. Rama nuk ka kursyer as batutat me qytetarët. Ama ajo që e tham atë tani, e thash unë që fillim se e dia që kështu do vazhdonte, rroftë Erione. E tham atë, asnjëherë xheloz të rrojë Erioni dhe këta të shkurtit rrojnë më gjatë se ne të gjatët. Pas prezantimit të kandidatit në Divjak, Rama zhvilloi një vizitë edhe në Krutje të Sipërme të Lushnjës për të njohur me disa investime të rëndësishme publike dhe private. Në vijim, Rama ka vizituar shkollën 9-vjeçare në komunën Grabjan, si dhe ka inspektuar punimet në rrugën Gërmenj Divjak, e cila po i nënshtrohet rikonstruksionit të plot.